konë prezencë e kretarit. Po edhe me ndihmuar që ka pas nevojë sa përket lamive tonë. Po. Çfarë bani mend nga Ibrahim Rugova, pra me qenë se keni punuar një kohë dhe keni shku pra çdo ditë në shtëpinë e tij? Po është shumë interesant me vlerësu na kryetarin Rugova është vështirë, sepse ai ka punuar gjithmonë deri në mëngjes. Domthonë ai ka punuar tan kohën sa ka qenë në shtëpi. Kena punuar një staf i mirë, kanë qenë tonë të ri, por dash me pas kushte ashtu janë vlerësu, na kanë zgjedhur, na kanë përzgjedhur atë. Edhe konë vështirë mu përcaktu se shumë njerëz nuk kanë pas guximin me marrë atë punë, sepse na e dim që ne kena kundërshtu këtë populli Serbin. Me mekanizmat ndryshëm, kush sa ka mujt. Dhe mënyra me e mirë për me kundërshtu Serbin, në atë kohë konë veprimtaria e kryetarit Rugova, që e murë këtë popullatën prej veti dhe të në pajtunë se duhet kundërshtuat Serbia me mundësit që ishin. Unë aty jam konë shumë i knaqë që kom punu dhe e kom pa një personitet jashtëzakonisht qetë, vendimtar, vendimas dhe i përkushtum për popullin e vetë. Aty kryesisht kemi pa personitetet amerikanë në atë kohë, që të mënë edhe amerikanë nuk kanë pas shumë siguri në Kosovë, po kanë ardhë dhe kanë najtë me ditë të mu më kujtojët Elliot Engel, për shumë, një tyri që ka qenë ma shumë në zënë stilë se sa në Amerikë. Dhe erë puna deri në kohën kur filloj edhe lufta dhe u ditë që na nuk mujmë me pështu edhe pa luftë. Pra, ju sigurisht me që se keni qenë në rolin e juristit, keni pasur në dorë dhe dokumente? Jo, fort se kryetari Rugova kryesisht punën me ato çështje ka kryer në shoqatën e shqiptarëve poshtë. Po. Domthonë kryesisht aty ka pasur. Ju më tepër ndoshta me administrative. Po edhe staf e ka pasur, edhe staf tjetër. Kështu që na më shumë mu ka dukë se kem qenë prezent. Prezent mos me konë kryetari vetëm. E keni taku shpesh? Keni pas mundësi që të rini me të bisedoni? Çdo ditë ka qenë njëri jashtëzakonisht i afërt, njeriu shumë punëtor dhe njeri shumë i përkushtuar për çështjen tonë. Pra deri në 96 thatë keni qëndruar. 96, ndikun më ka dashur me u largu për Kosovë. Unë më largu 3 herë për Kosovë. Në janë 90-ën, sepse në 90-ën më dashur më largue se kolektivin ku punojshëm u dashkë më zgjedh një trup punues se mosat e dhënshme erdhën, u dashkë me reagu, u dashkë me zgjedh një person që komunikon me ta. Edhe interesant, unë isha i ri në profesion, nuk kisha person i meritum më zgjedh, kolektivi jam më zgjedh mu me reagu me mosat e dhënshme. Kur erdhën ata, ne përgatitëm një listë për 9 pika. E një për pika më konë në shtetin e Serbisë e njohëm vetëm si okupatar. Edhe dërzajën. Unë isha i që dëshke me se mu më zgjedhën, jo që meritova, unë më zgjedhë, po pse isha ma pa obligime. Isha martu, po s'kisha la mija dhe thanë, nëse ka diçka, ti ma letë largosh se sa njerës që ishin me familje, me fëmi. Kështu që unë e pranova, se për njësha kisha njerës shumë atë zotësoni për me marrë atë punë. Edhe unë e dërzova, e kër e dërzova, unë, aje që e pika në unë, i shkon shumë e ronë për ta, dhe mu tani më kanë kërku, kështu që 6 muaj jam largu për. Pre Kosovës, po. Kom që duhet që stojmë na ilegal në Kosovë.